Mirë se erdhi në një episod të ri kur unë kam transformuar Gjesi nga një vajzë bazike në Tiranë në një gotike të vërtetë të internetit. S'kam qenë kur bazike. Më fal, nga një old money queen Better. në një gothic diva. Kjo është versioni im gotik që ju ta dini, për gjithë ju që nuk e dini. Kur unë kam qenë në gjimnaz, edhe pak më përpara, unë kam qenë shumë gotike, edhe dëgjoja shumë rock and roll, edhe i lyja buzët e zeza, edhe traumatizoja çunat e shkollës time. Sa herë kaloja unë aty e bëjnë që... Po, vazhdojnë dhe bëjnë këta. Dhe Gjesi hapi rrugën me pak fjalë për mua, që unë t'jem kështu si që jam në ditët e sotme. Po, ose mendoni ju që Sandra është autentike, jo, por jo! Jo, thjesht jam një kopje një personalitetit të Gjesi. Po, është thjesht, domethënë ajo mori një pjesë time dhe e bëri komplet personalitetin. Sa do thoja, po, mora një pjesë Gjesit dhe thash, okay, ky është personaliteti im, më pëlqen e tutje, po. Okay, super, shumë mirë. Jemi shumë në rregull tani. Të shkon. Atëherë, jemi në një episod të ri, edhe do adresoj një 2 gjëra të vogla shumë shkurt. Kam marrë disa komente së fundmi që podcastet e mia janë vetëm për çunat edhe marrëdhëniet dhe shumë boring, as kam ndonjë gjë tjetër për të folur, a mos dua të dërgoj një mesazh personal dikujt me këto podcaste që nuk ja them dot personalisht. Komente të kam bërë blok. Komente të tilla si këto. Kush më ka bërë blok? Ai personi pra dhe si ndërkohë dot mesazhe ndryshe. Tani për ta sqaruar pak këtë, që të bijem të gjithë në qetësi, edhe pse ju s'do i merrni shumë përballë fjalët e mia, po duhet ta them. Unë jam munduar që të sjell sa më shumë tema në këto podcastet e mia. Kam gati 2 vite që e bëj, nuk është në mënyrë sistematike, sepse siç e kam thënë dhe herë të tjera, kjo është për qefin tim, është diçka që unë e bëj me shumë dashuri, edhe më pëlqen që të transmetoj dhe të nxjerr aty jashtë gjëra që kanë një farë vlere. Kështu që unë mendoj që kam trajtuar tema të ndryshme, kam folur këtu për periudha shumë të rënda të jetës time dhe mënyrën se si unë i kam përballuar dhe mekanizmat mbrojtës që kam zhvilluar gjatë kësaj kohe, dhe jam munduar që t'ju them çfarë është e mirë dhe çfarë s'është e mirë, gjithmonë në opinionin tim. Fakti që mund të shikohet vetëm një video ku del se bëhet virale, se këto bëhen virale, video që unë mund të flas diçka për një mashkull, kjo nuk do të thotë që definon komplet kontentin që unë mundohem të nxjerr këtu. Këtë doja të thoja, para se të nxirrni nga goja këto komentet, që me qëra fjala nuk më ndikojnë fare, nuk nga një vesh më hyn dhe nga tjetri më dalin, se nuk janë vërteta, se po t'ishte një kritik me vlerë, siç për shembull më thanë që ndonjëherë zëri im ngjan shumë monoton dhe pak si goca për këdhelur dhe nuk kam atë gjallërinë, gjë që unë jam dakord, por është mënyra se si unë flas edhe. Nëse do flisja ndryshe do ishte shumë fake. Këtë e pranoj, por të thoni që nuk nxjerr kontent tjetër përveç se kontent me çunat, më falni, po këtë nuk e pranoj dot. Është një gënjeshtër. Dhe po ashtu un kam diçka tjetër për të shtuar. E zëm se edhe nëse Gjesi vetëm kontent që do nxirrte ishte për çuna dhe do fliste për këtë lloj tematikash, është zgjedhja e saj personale në fund të ditës dhe nuk ja ka për borxh të tjerëve që të jetë fake në fund të ditës. Nëse juve nuk ju pëlqen me gjithë të drejtën e botës, është shumë e lehtë në kohët e sotme që thjesht të dalësh nga ajo video dhe mos ta shikosh më kurrë. Interneti na ka dhënë ne zgjedhjen që mos të shikojmë ç'a nuk duam dhe të shikojmë çfarë duam. Është aq i gjerë sa ne mund ta zgjedhim çfarë duam të ndjekim. Nuk të pëlqen, vazhdo. Dhe askush nuk i ngel qefi, as Gjesit, as nuk të pëlqen, është shumë e lehtë, thjesht mos e shiko. Siç bëj unë me podcastet të tjera, me kontent të njerëzve të tjerë, nëse nuk më pëlqen, nuk e ndjek. Kaq e lehtë. Kaq kisha për të thënë. Po s'pëlqeu, fuck you, hajde. Take it from the top. Clock that bitch. Clock that. Nuk pëlqej mua këto komente, vini ofendoni motrën time. Pse çfarë është kjo? Është robi vetëm kjo, ajo të lutem. Është njëri pa njëri kjo. Njëri pa njëri kjo, ku e kam gjetur rrugës, se kam gjetur këtë. Vive 30 vet. Bomba. 30 vet bing Sandra, 30 personalitetet e saj. Për çfarë do flasim neve sot? Unë ndesha me këtë termin në TikTok, se TikToku im është shumë edukativ, edhe kur
u ndesha me këtë gjë, mu duk sikur mu hap një botë e tërë, dhe u ndjeva shumë e kuptuar edhe shumë e parë nga ato gjërat që po lexoja dhe po dëgjoja në TikTok. Edhe pikërisht mora një frymëzim shumë të madh dhe doja të vija këtu dhe të flisja pak për stoicizmin emocional, është termi që përdoret për këtë gjë. Dhe praktikisht, Sandra, ndoshta ti nuk e di, e ke iden se ke iden, apo ja hasur me këtë... Jo, kjo sot e gjova për herë të parë. Okej, po, dhe unë, para disa ditësh e gjova për herë të parë. Dhe më doli nga një video që ishte një vajzë që thoshte, dhe më lind t'ju them që e gjeta veten 100%, thoshte që është shumë e trisht fakti që unë kur nuk do marr empatinë e duhur nga njerëzit edhe mbështetjen, sepse unë mund të jem duke kaluar një moment shumë të vështirë të jetës time dhe askush nuk do ta kuptoj. Sepse unë nuk besoj në të ankuarit shumë herë për të njëjtin problem në momentin që problemi nuk ka një zgjidhje, ose nuk besoj në faktin që unë duhet të dukem e shëmtuar ose duhet të dukem cop në momentin që po kaloj një moment shumë të vështirë në jetën time. Dhe praktikisht çfarë është stoicizmi emocional që mendoj që e kam dhe unë? Janë njerëzit që shpesh herë nga shoqëria mund të trajtohen si njerëz të ftohtë ose të cilët nuk ndjejnë emocione, që ti thua si ka mundësi që ti nuk po reagon në ndonjë farë mënyrë, je shumë i ftohtë, je shumë i largët edhe stoik. Po, nuk ndjen asgjë. Por faktikisht, zakonisht janë njerëz që janë pak të fiksuar me kontrollin dhe në versionin e shëndetshëm të stoicizmit, nuk do të thotë që ti nuk përballesh me emocionet e tua apo faktin që ti je i ftohtë edhe i supreson, por do të thotë që ti e kupton emocionin që po kalon, ke kontroll të plot mbi emocionet e tua, edhe thua, nuk ka kuptim që unë tani të bie për tokë edhe të reagoj në një mënyrë shumë dramatike, sepse kjo mua nuk do më sjellë asgjë, domethënë nuk ka asnjë zgjidhje që mua do më vi nga kjo dhe unë nuk e ndjej të nevojshme që ta dramatizoj kaq shumë, por në vend të kësaj unë mundohem që të gjej një zgjidhje problemit tim. Dhe në versionin jo të shëndetshëm të kësaj janë thjesht njerëzit të cilët nuk pranojnë dot me veten e tyre që të humbin kontrollin, edhe mundohen që në çdo rast në asnjë mënyrë të mos tregojnë që ata janë duke kaluar një moment të keq, ose të tregojnë dobësi, sepse i duket sikur është diçka që i bën të lëshojnë kontrollin dhe të lëshojnë veten e tyre dhe të bëhen shumë vulnerable për pjesën tjetër të njerëzve. Mua më ka ndodhur kjo kur kam pas atë periudhën time të vështirë për të cilën kam folur këtu dhe në një podcast. Pra nuk flet veç për çuna, pa. Po. Më ka ndodhur kjo ato 8-9 muaj të jetës time që kanë qenë shumë të errta dhe shumë të vështira dhe shumë stresuese dhe unë vërtet mendoj që ajo mund të ketë qenë në periudha, domethënë edhe tani që e them. Se nuk e kam kaluar akoma, e kupton, është diçka që edhe kur më del në një foto e vjetër dhe më kujtohet ajo periudha, më prek vetëm për faktin që mendoj sa o zot çka ke kaluar dhe sa e vështirë ka qenë gjitha kjo, por do thoja që në atë periudhë, pavarësisht se unë isha aq keq fizikisht me shëndetin sa nuk dilja dot në rrugë, një pjesë shumë e madhe e njerëzve nuk e kanë ditur që unë po kaloja diçka të tillë. Shoqëria ime e ngushtë nuk e kuptonte rëndësinë ose rëndesën e situatës që unë isha duke përjetuar, edhe madje i kam parë që kanë qenë edhe distant në sensin që nëse unë do prisja që të ishin pak më afër meje se unë po kaloja diçka të vështirë, por unë duke mos e treguar kurrë që po kaloja diçka të vështirë, sepse nëse do më shifje nga rrjetet sociale ose edhe kur dilja me këta njerëz, mundohesha që të isha shumë put together, të isha shumë okay, dhe kur e kam kuptuar unë që unë kam një problem me të treguarit gjendje vulnerable të tjerët, është kur unë dilja me njerëz, filloja ndihesha keq fizikisht, në atë grad që më merreshin mend, nuk rria dot ulur, edhe ndjesia që kisha nuk është që unë po ndjem keq, pse po më ndodh kjo, por ishte si mund ta kontrolloj këtë gjën, që të mos të duket që unë po e kaloj këtë situatën dhe njerëzit të mos e kuptojnë se sa keq jam unë. Sepse kam një problem shumë të madh me të pranuarit rolin e viktimës. Domethënë, nëse unë e vendos veten time
tek njerëzit e shikojnë që un jam e dobët edhe po marr rolin e viktimës, mua kjo gjë më streson edhe më jep një ankth dhe është një nga gjërat që mundohem gjithmonë të evitoj dhe madje një nga komentet që mua më bën kështu të snap është kur më thon për shkakun që pse bën si viktim, sepse unë mundohem gjithmonë të mos bëj si viktim. Dhe s'po flas shumë Sandra, po do ta mbyll Jo, me këtë. vazhdo. Lexoja një gjë që thoshte e gjeta veten, jam një lover girl e ngecur në trupin e një personi me chill character. E ke parasysh? Okay. Lover girl trapped in a chill girl body. Po, e kuptoj. Chill complex. E ke E parasysh kuptoj. unë nonchalant, po. Më thënë unë në brendësinë time nuk jam fare nonchalant, Po. por ajo që unë nxjerr për jashtë është kjo gjëja që jam një person i ftohtë, e kam gjithmonë në kontroll Po. situatën, edhe jam shumë chill dhe nuk stresohem, nuk mërzitem për Po. asgjë. Nuk të bën Nuk më bën përshtypje. Nuk të bën përshtypje asgjë, po. Po. Edhe gjithashtu, se nga që ti s'ke informacione dhe nuk e di sa Po, ke nuk- dëshirë të shtosh në një gjë, më thuaj nëse ke dëshirë të shtosh në një gjë në lidhje me këtë që po thoja unë, dhe si mendon. Unë e vëre që ti e ke si karakteristikë këtë, por po ashtu mendoj që jo vetë për ty, po edhe çdo person që e ka këtë si pjesë të karakterit, mund të jetë edhe që krijon shumë mure me distancë me njerëzit e tjerë, e kupton? Sepse ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë, që ishte ajo që po flisnim që ti thjesht dukesh shumë chill, sikur s'bën përshtypje asgjë, dhe këta njerëz janë, okay, kjo s'ka nevojë për ndihmë, e kupton? Nuk duhet i gjendem pranë, e ka i rregullon vetë gjërat e veta, e kupton? Dhe në fund të ditës jemi njerëz dhe të tërë kemi nevojë për një person në një moment, e kupton? Dhe ndoshta kjo vë shumë distancë me njerëzit e tjerë që nuk të njohin ty aq mirë, e kupton? Që ti ke njerëz të afërt, po që nuk janë unë me pak fjalë, më kupton? Dhe ndoshta vë pak një distancë me këta njerëzit, që mendoj që ndoshta ka ndodhur edhe në atë periudhën që ti nuk ishe mirë, edhe me shoqërinë tënde që ti mendoj unë ndërgjegjen tënde kishe nevojë për këta njerëz, doje mbështetjen e këtyre dhe ata nuk ta jepnin sepse këta mendonin, është Gjesi. E dikush është e bukura, do të them diçka për mindsetin e një personi stoik. Po. E bukura e kësaj, se ndërkohë që po e flisja po e mendoja, faktikisht unë nuk kisha nevojë për mbështetjen e asnjë personi. Ajo që unë kisha nevojë ishte që unë të gjeja një zgjidhje për problemin tim. Edhe kjo është mënyra se si mendojnë personat që janë emocionalisht stoik. Like, mua nuk më intereson asnjë gjë tjetër përveç se të zgjidh atë problemin që kam në atë moment të jetës time. Dhe unë e vendos gjithë energjinë time që të qëndroj e qetë dhe e fokusuar në zgjidhjen e një problemi. Nëse të kujtoj, do të tregoj një rast shumë interesant. Kur ne kemi ka qenë ditëlindja ime 16, mbushja 16 vjeç, dhe babi ka bërë një aksident me makinë. Si një aksident me makinë? Njëri nga ato. Okay. Ka bërë një aksident me makinë, ti ke qenë goxha e vogël, mendoj, po duhet ta mbash mend. Dhe kur babi bëri aksident me makinë, shqyr Zotit nuk është se u vra, por e sollën disa njerëz të tjerë që e gjetën në rrugë, e sollën në shtëpi. Edhe kur ka ardhur babi për ditëlindjen time, mbaj mend kanë qenë mbledhur shumë njerëz te shtëpia, sepse ishin këto hallat, ishte gjyshja ime nga mami, ishin disa persona. Dhe kur ka ardhur babi, e kishte fytyrën të mbuluar në gjak, sepse kishte pasur disa gërvishtje nga aksidenti. Nuk kishte asgjë tjetër, as brinj të thyera, as gjë, ai njeri ka nën tjetër dhe zot Si mace. Por ishte i mbuluar në gjak. Dhe mua më kujtohet shumë mirë momentin që erdhi dhe mami, nëna, halla, filluan të gjithë të panikoseshin edhe filluan të qanin dhe ishte një gjendje kështu paniku, ishte shumë distopien, e ke parasysh, ishte shumë e çuditshme se çfarë po ndodhte dhe unë thjesht po e shikoja këtë gjë dhe mendimi im i parë ishte që pse këta njerëz nuk po reagojnë dhe ta ndihmojnë ose të bëjnë diçka, po kalojnë në krizë paniku. Dhe unë me një qetësi shumë të ftohtë mora një leckë laga dhe fillova ta pastroja në fytyrë dhe pas që thjesht kishte 2 gërvishje dhe ishte okay, nuk ishte asgjë për ta dramatizuar. Dhe unë aty e kam kuptuar që ndoshta reagimi im nuk është si një pjesë shumë e madhe e njerëzve. Domethënë ka shumë njerëz që mund të kenë të njëjtin reagim si unë, por tendenca ime
për të reaguar në fillim ndaj problemit dhe të gjej një zgjidhje dhe më vonë të përjetoj emocionin që mund të më sjellë ai event në jetën time, që mund të jenë evente shumë dramatike dhe mund të kem pas disa të tilla, që ti do thoje, okay, po si po funksionon ti në këto momente? Jo, sepse ky është mindseti që un kam shumë të ngulitur në ADN që un duhet të reagoj, duhet të zgjidh problemin dhe pastaj mund të flasim se si un u ndjeva dhe si e përjetova. Të bëj një pyetje, dhe kjo është thjesht një pyetje për fan, e kupton? A mendon që ndoshta kjo është pak fare një trait psikopatie? Pakës fare. Faktikisht është një grimc rëre në sipërfaqen në një psikopatie të një personi. Pakës fare. Mund të jetë një stage psikopatie. The detachment to emotions është një karakteristikë që njerëzit psikopatë kanë. Unë po them thjesht pak. Është shumë e vërtet, edhe kjo është mendoj, dhe ma ka thënë psikologja se unë ndonjëherë e bëja shumë problem në mendjen time që pse e kam unë këtë gjë. Domethënë, kur e kam diskutuar me psikologën më ka thënë që faktikisht ky është një coping mekanizëm, një mekanizëm mbrojtës që ti e ke përvetësuar gjatë viteve të tua të rritjes për arsye të ndryshme, dhe kjo është një nga ato mekanizmat mbrojtës që është në favorin tënd në vend që të jetë në disfavorin tënd. Sepse kjo ty të ndihmon që ti të mbietosh. Sepse kështu mbijetohet, nuk mbijetohet me emocione. Momentin që njeriu e zhvesh veten nga emocionet, sepse, emocionet mund na e bëjnë jetën pak më interesante dhe ndoshta worth living, që nuk mërzitemi dhe të bjem në depresion, po kur vjen puna për të qenë pragmatiste dhe për të bërë gjërat që duhen bërë, emocionet më shumë të disfavorizojnë se sa të ndihmojnë. Kështu që në këtë raste, kur ndodhin evente të mëdha ose të rënda që ka nevojë që ti të reagosh, është një nga ato mekanizmat që ty të ndihmon. Edhe më tha që shife si diçka të mirë, nuk është diçka e keqe. Patjetër mos i supresoj emocionet për një kohë shumë të gjatë, se vjen një moment që ti duhet ballafaqohesh me gjërat që ke përjetuar ose që ke evituar në atë moment sepse është dashur që të evitosh, se duhet të reagoje. Por mos e merr si diçka të keqe sepse është diçka e mirë. Kështu që nëse do ishte një trait i psikopatëve, mendoj që është një nga ato gjërat e mira që mund të marrësh. Do mendoj që të kontrollosh detachment, është një nga talentet më të bukura që mund të ketë njeriu dhe që mund ta përdori në favorin e vet në shumë raste. Mund të shtoj dhe unë një gjë, se tani po e diskutojmë këtë dhe unë nuk e njeh as si term këtë, e kupton? Po e vëre që edhe unë e kam në shumë raste këtë the ability to detach myself nga emocionet në situata shumë traumatike. Në situata që unë nuk i konsideroj aq traumatike ose që janë pak probleme pak më normale në jetë, unë e lë veten time që ta përjetoj, e kupton, edhe ankthin edhe stresin. Po kur ka momente që janë shumë pak jashtë normales dhe pak më traumatike, kam shumë të lehtë të detach myself emotionally. Për shembull, marrim rastin, dhe kjo është shumë set, por që unë vazhdoj dhe e mendoj dhe e psikologjisë me veten time, në rastin kur nëna jon ndroi jetë, djes pas, në atë moment isha unë aty, halla ime dhe mami, dhe ne nuk e kuptuam nëse nëna kishte vdekur, e kupton? Dhe ato të tëra filluan dhe po panikoseshin, këton filluan po qanin, nuk dinin ç'a të bënin. Dhe unë isha aty dhe thash me vete, pse po panikosen, e kupton? Like, take charge, e kupton? Dhe isha unë ajo që në fund të ditës nuk mendoj që ishte vendi im, që ti kja të nëna, ti masja pulsin, të shikoja nëse po merrte frym, dhe ndjesha si ata doktorë që ishin koha e vdekjes, 12:03. Dhe isha, po, ka vdekur, dhe po rria aty, dhe gjatë gjithë asaj dite isha shumë detached from emotion. Unë nuk kam qara të ditë veç në momentin që unë pash që erdhi babi. Dhe unë aty pash babin për herë të parë që po qante. Dhe aty e lejova veten time që ta ndjej atë emocionin, sepse unë ndjeva sikur ka njerëz që mund të merren tani me këtë, e kupton? Dhe mund ta lejoj veten time që të ndjej këto emocione dhe nuk është më nevoja që unë ta kontrolloj situatën ose të jem vigjilente nëse ka ndonjë problem që unë duhet ta kontrolloj. Nuk mendoj se e ka më tekstuar sa Gjesi, mendoj që Gjesi e ka tekstuar në një nivel komplet tjetër nga unë, por e shoh ndoshta si një trait që edhe unë e kam pak. Nuk e di, në mendon ti si mendoj Jo, unë? mendoj që po, e kemi të dyja këtë gjë dhe mendoj që ka qenë ndoshta nga mënyra se si jemi rritur, që na është dashur të jemi më të pavarura, se prindërit nuk kanë qenë aq prezent për pjesës punës dhe gjitha këto gjërat.
Dhe për mua nuk ka qenë zgjedhje, ka qenë si të thuash e vetmi opsion që unë duhet të Mjetes. zgjidhja Po. problemet e mia. Nuk kam pasur asnjëherë në mendjen time idenë që mund ta bëj dikush tjetër Po. për mua. Po. Ose nuk kam pas asnjëherë idenë që unë mund t'i lejoj vetes time kaq shumë kohë që ta vuaj dhe ta përjetoj këtë dhe pastaj le të gjej një zgjidhje. Gjithmonë mendimi im i parë është që unë duhet ta zgjidh këtë problemin se përndryshe është fundi botës. Duhet të jem Po. unë ajo që e zgjidh problemin që unë kam. Dhe ndonjëherë tani kur dua të bëj pak switch këtë energjinë dhe dua vërtet që të lejoj njerëz të tjerë të më ndihmojnë, e kam shumë të vështirë to let go, sepse më duket deri diku disi sikur po heq dorë nga karakteri im i fortë, sikur po tregoj një dobësi edhe sikur unë somehow jam pak më e pakët në sytë e njerëzve. Nëse unë i kërkoj dikujt ndihmë, e para njërë e kam shumë të vështirë kërkoj ndihmë. Po. Duhet të jetë një situatë që me të vërtetë unë nuk e bëj dot diçka, domethënë jam munduar 576 milion herë që ta bëj vet, nuk ja kam dalë, jam jashtë opsioneve dhe thjesht kërkoj ndihmë në rrofsh. Okay. Nisë se. Është policia apo ambulancë? Ambulanca. Më fal. Më falni. Më fal. Do me thënë kjo është ajo pjesa dhe qa do përmend një gjë tjetër që më pëlqeu shumë, po e shikoja tani para se të nisnim Gjesi dhe podcastin. TikToku. Unë dhe TikToku jemi shumë shok edhe edukojmë shumë njëri tjetrin. Ishte një djalë në podcast që po fliste dhe po bënte quote të një filozofi në fakt ose autori, nuk jam shumë e sigurt se nuk e mbaj mend, I'm not good with names. Po që po thoshte që ai ishte si tip teorie faktikisht që njerëzit të cilët nuk gjejnë dot kuptim në gjërat që bëjnë, e plotësojnë jetën e tyre me satisfaksione momentale. Domethënë nëse ti nuk gjen dot një kuptim pak më të madh për jetën, ti bën gjëra të përkohshme që mund të t'japin kënaqësi. Dhe do ta konkretizoj duke thënë kështu. Nëse një vajzë apo një djalë ka hequr dorë nga ideja e dashurisë, edhe marrëdhënies, edhe të qenurit në një connection domethënë të mirë edhe të thellë, gjitha këto gjërat që mund të ketë një marrëdhënie e shëndetshme. E ka këtë mungesën dhe ka hequr dorë me vetdije, fillon të marrë kënaqësi të vogla dhe të përkohshme nga fakti që mund të dali në darkë, nëpër klabe, dhe të marrë vëmendjen momentale të njerëzve aty, ose të marrë kënaqësi nga të pirit alkool, ose të marrë kënaqësi nga konsumimi i drograve, ose të bëj gjëra të tilla, domethënë thjesht për vëmendje, për satisfaksion momental. Dhe e kundërta e kësaj, nga e cila mendoj që vuaj unë, është njerëzit që janë shumë të fokusuar në të gjeturit kuptimin dhe bigger meaning, domethënë kuptimin në çdo gjë që bëjnë, heqin dorë nga marrja e kënaqësisë nga gjërat e vogla dhe të përkohshme të jetës. Dhe konkretizimi i kësaj është kështu. Në qoftë se unë nuk strapacohem, mundohem, më del ku di unë e zeza e ullirit për të arritur diçka, unë nuk ndihem e kënaqur, sepse në mentalitetin tim, asgjë që vjen shumë lehtë nuk është e denjë për të më bërë mua të lumtur. Nëse unë nuk kam punuar shumë për punën time, ose në kundrejt profesionit tim, ose për të arritur diçka, për mua edhe nëse unë e kam arritur, ajo është diçka e vogël, një gjë normale që ndodhi në jetën time. Por nuk ishte potenciali im, apo jo, se potenciali im nuk u arrit, sepse unë nuk u strapacova për këtë gjë. Unë nuk u mundova për këtë gjë, kështu nuk bën sens në trurin tim, pse duhet të kënaqem unë për këtë? Like I did nothing. Dhe unë e kam thënë shumë shpesh edhe në njerëz të ndryshëm, edhe ty ta kam thënë shumë herë që unë mendoj që unë nuk kam bërë asgjë me jetën time. Dhe njerëzit më thonë që ç'a po thua, ti ke bërë shumë gjëra, ti ke mbajtur 2 punë për shumë kohë, ke filluar të punosh kur ke qenë në fakultet, edhe përgjatë gjithë këtyre viteve prap ke punuar, ja ke dalë në një fushë, le të themi, në një domen që është pak i dominuar nga meshkujt, nga gjenia maskullore, gjë që po ka vështirësinë e vet. Por unë them, sepse mua më ka ardhur shumë lehtë kjo mundësitë e punës. Domethënë mua ka qenë pak si fat që mua më kanë ardhur gjërat, patjetër që e kam kapur mundësinë kur ka ardhur dhe jam munduar që ta shfrytëzoj sa më shumë të mundem. Por që unë
nuk ndihem e kënaqur sepse them çfarë kam bërë unë në fund të ditës. Po, kam bërë disa udhësime, po kam parë shumë gjëra, po kam investuar shumë në gjendjen time shpirtërore, emocionale, në kulturën time, në eksperiencat e mia. Jam një njeri plot me eksperienca në aspektin që kam dalë jashtë, kam parë vende, kam përjetuar shumë momente të bukura, kam krijuar shumë connection me njerëz të ndryshëm. Por çfarë ka rëndësi, dhe këtu hyn natyra ime pragmatiste, them, jam 28 vjeçe, çfarë kam bërë me jetën time? Unë nuk kam bler një shtëpi akoma. Like, thjesht kam bler një makinë. Nuk kam bler një shtëpi. Nuk po bëj ndonjë shumë të madhe lekësh, sepse sado lekë që ti të bësh, ti të normalizohet ajo dhe standardi jo të rritet dhe ti thua jo, unë duhet të bëj diçka tjetër, duhet të bëj diçka më të madhe, unë do të jem gjithmonë më e mira, unë duhet çdo gjë ta marr si kompeticion dhe unë ta fitoj atë kompeticionin. Në momentin që unë e fitoj atë kompeticionin, këtu është e bukur se ti prap nuk je i kënaqur, se mund të kënaqesh për 2 sekonda dhe pastaj thua, okay, what's next? Kjo është shumë self-destructive, Jess. I know. Është shumë self-destructive si mentalitet, si ide. Nuk e di një mos zoti inshallah, s'di çfarë të them. Për te shakave, ti më ke shprehur shpesh herë këtë ndjesinë që nuk kam bërë mjaftueshëm, çka kam bërë unë. Dhe unë gjithmonë kam qenë aty në cep, duke e parë Jesse, duke thënë, kjo është idiotë, se s'ka mundësi. Është e trash sepse me sytë e mi, unë e shoh se çfarë ka bërë Jesse, e kupton? Jo, është ky personi që është sot, për paçka çdo gjë që ajo ka kaluar emocionalisht. Jo, ka filluar ka punuar që në fakultet, që është gjë e vështirë, që po ashtu ke edhe një deg që ti po ndjek, që në fund të ditës është goxha e vështirë dhe komplekse. Ti po ashtu po punon. Ke udhëtuar, ke parë botë me sy, ke fituar eksperjenca, ke marrë dhe një makinë dhe i jep makinës, sidomos pas një periudhe që ti nuk dilje dot nga shtëpia. Dhe ti tani jep makinës thuajse çdo ditë. Këto janë ato arritjet e vogla që ty nuk ti mbush syri. Jo. Dhe kjo është self-destructive dhe të ndihmoft Zoti. Se unë nuk di ç'a të them. Se di të bëhem pak kështu vulnerable këtu edhe të them që unë e kuptoj gjitha këto që ti thua ose njerëzit të tjerë thonë. Po prap natyra ime, mënyra se si unë i ndjej gjërat është unë them çfarë kam bërë unë diçka të suksesshme në jetën time. Kush është një sukses i imi që ka zgjatur? Që e Jesse, në Po fund të çdo ditës, njeri në është fund ai të që ditës, ka rëndësi. Për mendimin tim, në fund të ditës është Jo, një je sekondë, autentike të vetes tënde. Okej, autentik jemi të gjithë për veten tonë. Edhe njerëzit që janë hipokrit në vetvete kanë autenticitetin e të Që qenë janë hipokrit. Po. Nuk mendoj që është kjo, like ndonjëherë pavarësisht gjitha gjërave që i mendoj dhe i logjikoj, ulem aty me veten time dhe mendoj që sa gjëra në këtë jetën tënde të kanë dështuar, duke filluar nga marrëdhëniet. Unë kam filluar të kompleksohem në sensin që unë mendoj që edhe ma thonë njerëzit në rrjetet sociale dhe ndonjëherë sado që mua s'më bëjnë përshtypje shumë gjëra, po ka disa gjëra kur ty të dhëmbin vetë dhe gjua vete ku dhëmbi thonë, të godasin pak, edhe më kanë thënë për shembull në aspektin shoqëror që ti nuk di të mbash një marrëdhënie, gjithmonë i prish marrëdhëniet e tua, domethënë duhet të jetë fajt e ty. Ndonjëherë ulem dhe mendoj që shiko, ka mundësi që fajt të jetë unë. Ka mundësi që ka një arsye që mua më dështojnë marrëdhëniet në përgjithësi dhe që unë nuk arrit dot të mbaj njerëzit në jetën time. Oh, that sounds so sad. It does sound very sad, edhe gjej veten time shumë këtu, sepse po për mendimin tim dhe këtë ta them me sinqeritetin më të madh, nuk mendoj sepse unë i di të tëra këto historitë, nuk ka qenë faji jot, e kupton? Nuk ka qenë faji jot. Edhe unë shoqëritë që kam prishur, s'ka qenë faji im, zot. Thjesht mendoj se janë disa njerëz si karakter ndonjëherë nuk është që janë shumë people pleaser, e kupton? Dhe kanë më pak tolerancë, sidomos unë që e kam shumë të pak tolerancët. Dhe kemi pak ndoshta standarde ose morale më të, jo, e di çfarë është, çfarë mendoj unë që kemi ne të dyja, ne kemi një gjë. Nëse ndodh një situatë, ne themi me veten tonë, ky personi e bëri këtë gjë dhe ma shkaktoi mua këtë dëmin,
por unë nuk doja kisha bërë kurrë. Po. Unë nuk doja kisha bërë kurrë. Dhe kjo pyetja ose kjo fjalia të lë shumë boshllëk në vete, se thua me vete, unë nuk do ta bëja këtë ty. Dhe unë nuk e kuptoj se si ti ma bëre mua kaq lehtë, e kupton? Kështu që unë nuk e toleroj dot këtë, se në fund të ditës po ndeshen moralet tona, se unë nuk do ta bëja këtë, e kupton? Po. Kështu që ndoshta unë në jetën time jam më mirë të lë. E kupton? Mendoj se kjo është. Ka shumë njerëz që e injorojnë këtë në mendjen e tyre, thonë, po mirë, njerëz jemi, bën kështu, ma bëri sot kë mua, do ja bëj unë nesër. E kupton? Ka shumë njerëz që i lën këto gjërat që tikin. Ne si personalitete i bluajmë shumë këto në mendjen tonë dhe prandaj mendoj që ndoshta humbim këto miqësitë ose këto connections dhe nuk mendoj në fund të ditës që është gjë e keqe që ti si person thuash unë jam më e mirë se kjo situata dhe jeta ime do jetë më e mirë nëse unë do ta lë këtë situatën të iki. Patjetër ka edhe momente që ti ndoshta duhet ta falësh atë personin tjetër. Mendoj se falja është një gjë që të çon shumë para, por ka momente që kur ndeshe moralet, kur situatat janë shumë të vështira, kur ti thua unë s'do ta bëja kurrë këtë, në 1000 vite të jetoja nuk do ta bëja kurrë këtë për respektin më minimal që kam për ty, kam nevojë të të lë. Mendoj që kjo është. Unë mendoj Ose unë e gjej te vetja ime, të paktën. Edhe unë e gjej shumë te vetja ime se e kam kapur shpeshherë veten duke e thënë me zërin tim të brendshëm, kur kam qenë duke përjetuar një situatë që po ndodhte dhe kam menduar me vete që unë nuk do reagoja, unë s'do ta bëja kurrë këtë gjë ty. Kurrë, nuk ka asnjë mindset ose asnjë situatë që unë mund të mendoj tani që do më bënte mua të reagoja në të njëjtën mënyrë si ty. Fakti që ti e bën këtë gjë, domethënë është ai momenti që ti nuk ndjen as inat, as mëri, as ku di unë, po thjesht ju detach edhe ftohesh edhe je kështu që jo, nuk dua, domethënë dua të largohem nga kjo marrëdhënie, nga ky raport që ne kemi. Dhe sado që kjo mund të duket si diçka e shëndetshme për të bërë, dhe jam shumë dakord, është gjë që shiko, për të qenë një person i mirë edhe i arrir brenda teje dhe të ruash moralet e tua dhe principet e tua që është shumë e vështirë, duhet të sakrifikosh shumë njerëz në jetën tënde dhe duhet të sakrifikosh dhe shumë momente lumturie. Edhe duhet të përballesh me shumë momente vetmie dhe momente që ti do e gjesh veten e zëm në një divan në darkë pasi ke mbaruar punën dhe ke qef të dalësh dhe ti nuk ke asnjë person kujt i thuash për të dalë. Po, you've protected your peace too hard. Po. E ke mbrojt paqen tënde më shumë se ç'duhet. Dhe ti që ja aty, kush është balanca e të pasurit një jetë të lumtur? Duhet të shtirem ose jo të shtirem, po ta zbus pak këtë idenë e principeve dhe moraleve të mia kur vjen puna për t'i aplikuar te gjithë njerëzit dhe zëm t'i aplikosh vetëm tek njerëzit që vërtet kanë rëndësi dhe pastaj njerëzit që janë më pak të rëndësishëm, like mund ta bësh një vesh sy një vesh sy si qof. Apo duhet t'jesh kaq strikt edhe ke parasysh ti qëndrosh 100% atyre gjërave të tua. Unë kam provuar të dyja, kam qëndruar 100% strikte dhe nuk kam toleruar asgjë që unë nuk doja bëja dikujt tjetër, edhe dua të jem shumë e sinqert me ju, e kam gjetë veten që kam ngel vetëm. Nuk kam pas asnjëri. Nuk kam pas absolutisht asnjë njeri për të folur, për të ndenjur, kam qenë totalisht vetëm. Dhe okay, s'ka ndonjë gjë të jesh vetëm, po unë mendoj që ne si qenie njerëzore jemi qenie sociale dhe duhet të bashkëveprojmë dhe ndërveprojmë me njëri tjetrin dhe vjen një pikë që sado që mund të rish vetëm edhe çmendesh olla, vjen një pikë ke dëgjuar zërin tënd gjithë ditën edhe thua okay. Bollma. Is this real? Po janë këta njerëzit. Po. Kam provuar dhe këtë tjetrën që të filloj të toleroj, që jam fiks në këtë fazën tani që kam filluar të toleroj disa gjëra për njerëzit që unë nuk kam ndonjë konsiderat fort të madhe. Dhe mund të them që ndjej një lloj lirie edhe një lloj lehtësie e të qenurit pak më indiferent ndaj gjërave. Domethënë kur nuk t'intereson shumë je më i lumtur. Po, jeta është më e bukur. Si tha i çunin te podcasti i kaluar, s'ka lidhje me mua. S'ka lidhje me mua, nuk merrem. Nuk merrem unë me atë. Shumë e vërtetë. Do filloj të jetoj me këtë moton.
Nëse kjo ishte për sa i përkiste stoicizmit emocional, ndoshta më vonë kur të hyj dhe të thellohem pak më tepër në këtë se më interesoi shumë si temë dhe ju thash më duk sikur më hapën ca porta kështu të reja dijesh. Ja. E ke pa të macën kur ha peshk, ç'a ishte? Sushi, salmon, ç'a ka qenë? Po di, unë Nuk e di. Së specifike. Edhe kur të marr më shumë informacione, ndoshta do ndaj informacione të tjera me ju, nëse ju keni parë, keni dëgjuar ose keni dieni dhe mund të elaboroni më tepër në këtë temë, do kisha shumë interes dhe qef që ta diskutonim bashkë, qoftë edhe në Instagram, qoftë edhe në komente, ku të keni qef juve. Jam shumë e hapur për këto diskutime dhe unë mendoj të kalojmë në një segment tjetër tani Sandra, që është më fan dhe për ta dramatizuar pak këtë podcast, nuk e di pse duket kaq emocional. Do bëjmë një lojë që është do pyesim njëra tjetrën this or that. Domethënë kë do zgjedhësh ti, këtë apo atë? Edhe unë do pyes Sandrën. Okej. Atëherë, do zgjidhje një jetë të qetë, pa shumë lek, por të mjaftueshme për nevojat bazë, apo një jetë më fast dhe të ishe milionere për shembull? Një jetë më fast dhe të isha milionere. Po, seriozisht e ke një jetë më fast. Okej, po nëse do të thoja që do ishe milionere, por do kishe vetëm kështu marrëdhënie të përkohshme, nuk do gjeje do dikë që ta mbaje, që t'ishe vërtet të dashuruar. S'ka rëndësi, të kam ty. Milionere. Okej, po t'ish milionere më ke më 100%. Kam ty. Tërë jetën time të kam ty, nuk ka rëndësi. Është e përkohshme, bëjmë qef sa është e përkohshme, ikim te tjetri. Okej, po, same I agree. Do zgjidhje një çun serioz, jo shumë social por të bukur. Një çun serioz, jo shumë social funny, por jo aq të bukur. Një çun serioz, jo shumë social, edhe mos ishte shumë i bukur. Po më fal, bëj një pyetje. Pse është kaq e formuluar çuditshëm? Një çun unë ta formuluja kështu, një çun serioz, jo social, po jo shumë të bukur. Po, pra, apo një çun shumë social funny dhe të bukur. Kjo do ishte një çun serioz, jo social dhe jo shumë të bukur. Pse Gjesi, çfarë problemi kanë çuna social? Do them diçka këtu. Fol. Nuk ka gjë më seksi se sa një mashkull që nuk është shumë i disponueshëm për femrat e tjera. Domethënë një mashkull që është unreachable, untouchable, që jep këtë lloj vibe. Kur unë shikoj çuna, dua të ndalem këtu kjo gjë, më falni se nuk dua të flas më për çuna, po kjo është një nga ato temat që më vjen si thik në zemër. Po është personale, që të mos e bëni kështu në për komente që e kam me këtë, e kam me atë. E kam me të gjithë çunat që mund të kem njohur, nuk po flas për marrëdhënie, por që mund të kem njohur dhe më kanë dalë disa social horse të pa para. Domethënë unë nuk kam parë. Edhe femrat që janë nga natyra më sociale, unë nuk kam parë kaq shumë të hetura për vëmendje. Çunat që janë, domethënë e kamuflojnë këtë të qenurit shumë social, po thjesht duan vëmendjen e gocave, është kaq që thjesht nuk ka ndonjë komplikim shumë të madh në këtë gjë. Çun, edhe e di kush janë ato këqijt, çunat që hiqen si nonchalant, edhe fshehurazi e bëjnë këtë që e kërkojnë vëmendjen e gocave. Janë këto çunat që i bëjnë follow vete, pastaj thonë që jo, po më çoj ajo e para. I don't want to get into that. Por që nuk ka realisht asgjë më të bukur se sa një djalë që ka një prezencë serioze, që jo se nuk ngacmon ose nuk është interesuar, por shumë selektiv. Tjerë selektiv për mua është një karakteristikë shumë tërheqëse tek një mashkull, sepse kur ti vjen tek unë ndihem e validuar, unë ndihem që okay, ka vërtet një arsye që ti po vjen tek unë. Ti pet diçka, ne patëm një connection. Nëse ti shkonte 10 goca të tjera përpara meje, dhe unë jam e 11-ta, je i papërfillshëm për mua. Sepse unë jam e papërfillshme për ty, unë jam thjesht e 11-ta, ti kalove 10 të tjera. Qa të thanë ato jo dhe erdhët e unë? Like, come on. This is so embarrassing. Ose çunat që i shikoj e kam, më falni, dhe kjo personale, por realisht, sa herë dal kështu në dark, unë nuk është të dal shumë shpesh, po ndonjëherë kur më qallon që dal, shikoj të njëjtat fytyra, janë të njëjtat çuna që po gjuajnë goca të ndryshme, ose po gjuajnë dhe ato që kanë pas gjuajtur, ndoshta dhe si mbajnë mend shkretët se aq shumë sa e ciklojnë domethënë gjithë ato turmën, se njëjtat njerëz janë në Tiranë. Është shumë e vogël dhe të njëjtat njerëz shikon. Falni që u zgjata, është shumë personale, është
Është e agravuar. Do jetoje me vjerën dhe vjerin, apo do rije single për gjithmonë? Single për gjithmonë. Single për Pse, gjithmonë. Sandra? Unë nuk rri dot me mamin dhe me babin tim, tri me mamin dhe babin aty. Po sikur ai të kishte shumë lek. Po pati Dhe ai të ishte shumë shlek ai, perfekt. po pati ai shlek dhe ai ishte perfekti. Marrim një vilë 5 kaçe, ata janë në kat 2, unë jam te kati 5. Po do jetoje në një ndërtesë. Ne nuk kontaktojmë njëri tjetrin aq shumë në përditshmëri. Okej, nuk do kishte shumë lek, po do ishte the perfect guy. Në çdo Edhe unë aspekt prap do tjetër. jetoja me këta. Po. Me këta, që janë. Sandra. Fal. Mos fol kështu. Fal. I'm sorry. Po sikur marrë dhe unë mamin dhe babin dhe ata flasin tërë bashk. Would you want to do that? Po më mirë Je zihem me sigur? mamin dhe me babin tim se sa zihem unë me ata. Po tani do të varet. zihesh, Po sepse tani varet, po nëse ajo ata të dy, Vjera dhe Vjeri, mua më urrejnë. Unë do rri në një shtëpi me këta dy persona që më urrejnë. nuk po flasim që të urrejnë, janë më normal. duan shumë. Janë normal, po, të duan. Janë normal. Po. Janë normal, më mirë se sa të më duan shumë, se nuk i dua dhe shumë të gjithër. Okej, do jetoja me këta. Okej. Varja. Oh. Do zgjidhje një jetë deri në 50 vjeç me shumë lek në përduar, apo një jetë të gjatë për me një jetesë mesatare kur çdo mundeshe ti plotësoje çdo gjë vetes dhe familjes. Deri 50 vjeç është mjaftueshëm. E kam bërë, çfarë kam për të bërë? Jetoj jetën time në maksimum, nuk ka pse të jetoj më shumë se 50 vjeç, qose do e kem jetuar ashtu siç dua unë Po. dhe nuk dua të bëj materialiste, po leku të ndihmon në shumë aspekte, kështu që po. 50 vjeç edhe bose. Edhe një jetë të gjatë, unë duke Megjithatë, po vuajtur. të jetoja deri në 50 vjeç, kisha këtë zgjedhje, të kisha shumë lek, do zgjidhja të bëja diçka memorable, domethënë do zgjidhja të bëja diçka që do Do e bëja një linte pas statuj. emrin tim. Do bëj një statuj tim. Jo diçka egoiste, do bëja diçka për njerëzit. Unë pas 50 vjeç, një pjesë doja lija fëmijëve dhe pjesën tjetër do i thoja çojeni në për kështu, charities. Edhe dua që këta ta ndinë emrin tim. Okay. Të këta që kanë marrë lekun, Okay. duan që ta dinë emrin tim. Self-censored bitch. Always. That's how the world goes around. Kjo ka formuluar pa keq, po do e bëjmë pak më ndryshe. Më mirë një çun me 10 vite diferencë, më i madh, apo një çun 4 vite më i vogël. 10 vite më i madh. 10 vite më i madh. Edhe nuk është nevoja të specifikoj, 10 vite më i madh. Okay. Si really, më? 4 vite më i vogël se unë? Okej, se ti je pak e vogël në Po fakt. jo, edhe ti isha 30 vjeç, e kupton prap, 4 vite më i vogël se unë, një mashkull. Po. Një mashkull që normalisht janë Qa budallënj. kemë më të vegjël ti? Janë budallënj. Qa kemë personat që zgjedhin të jenë më Edhe ata budallënj janë. E vërtet. Jam dakord me Sandra. Jo, 10 vite më i madh. 10 vite më i madh. Aq e lehtë. Nëse do ishe çun do zgjidhje një vajzë të mbushur apo një të holl. Një të kolme apo një të holl. Nëse unë do isha çun, kam një tip shumë specifik që do zgjidhja dhe po e kam menduar më përpara këtë përgjigje, se e kam menduar që po të isha çun se kush do ishte tipi im i femrës. Dhe do ishte një femër e gjatë, brune. Më shaka. Po do ishte e gjatë. Më pëlqejnë femrat e gjata. Po. I'm sorry guys. Pëlqejnë. Jo super gjata. Unë duke përshkruar veten time Po tani. pra. Jo super gjata, po e gjatë. Edhe me forma, like nuk do bëja dot kompromis mes cicave dhe të pasmeve, do doja të kishte të dyja. Are you an ass or a tits guy? I'm both. Oh. Sy e shil, O ti si po përshkruan veten modra? po do doja të kishte hundën më të bukur sa unë. Sy e shil brune, jo flok zeza, po brune, like kafe. Si bjonde. Kafe si Si këto? bjonde. Si këto në këtë gjatësi, në këtë stil. Sy të bukur, buzëqeshje të bukur, edhe po, këto. Edhe me një lëkurë shumë Pra të shumë holl. bukur. Po të holl po me forma, e kupton?
Të holl me forma, një gjë midis. Domethënë forma të mira, Kuptoj. mbushej dora. Bravo. Unë do doja një fiksi vetja ime. Po t'isha çunë. Do doja Nice. vetën time. Okej. Do doje të kisha aftësinë të përjetoje çdo kujtim tëndim, por pa mundur të ndryshosh asgjë, apo të shihje 5 minuta nga e ardhmja jote sa herë të doje? Sa interesante. Më fal edhe një herë fillimin të shikoj. Do doje të kisha aftësinë të përjetoje çdo kujtim tëndim, por pa mundur të ndryshosh asgjë, apo të shihje 5 minuta nga e 5 ardhmja minuta jote? nga ardhmja ime sa herë që doja. Pse do doja të shkoja prapa dhe të përjetoja ato që i kam kaluar already? Ose mund të keqë momente shumë bukura, edhe ti ke dëshirë që ti Ska i që përjetosh. kujtesa ime është në vend, mund ta përjetoj në atë lloj formati. Por 5 minuta sa herë të dua, zëm se po bëj vezën, do më diqet veza? Kaloj 5 minuta në të ardhmen. Nuk më diqet. Ariel veza. dhe dam. Ti çfarë do zgjidhje? Të përjetoja çdo Sa kujtim. me ti? Po. Oh my god. Do doja, për nostalgjia. Me gjyshen që se kemi. E shite, tani Kur duhem robi kur të kam keq. takuar ty për herë të parë, Tani disa herë duhem robi mendoj. keq, tani duhem robi. Do doja shumë që ta përjetoj edhe njërat momentin kur të kam parë ty për herë të parë që ishte kështu sa një dorë. Nuk e Nisi dishte. alien. Paktën se kisha kokën si kon. Ke qenë shumë e bukur. Nuk e kisha kokën si Ke kon. qenë shumë e Apo jo? lezetshme. Kur ke hedh ato hapët e tua të parë që Më pse s'më zë përgjigje. No, e kisha kokën Po pra, se perfekte. dola nga barku. Okej, Kësa so. mberë. Do zgjidhje një mashkull që është super i sinqert, por jo romantik, apo shumë romantik, por që gënjen ndonjëherë. Come on, girls. Po qa ka pa gënjesh? S'ka ne gjë të gënjesh, po është njerëzore. Jo, do zgjidhja një mashkull që jo, s'do gënjej. Do zgjidhja një mashkull që është romantik që gënjen E ndonjëherë. vërtet edhe unë. Like, e mendoj, kam qenë me një mashkull shumë të sinqert që nuk ishte romantik. Ke qenë edhe me mishku që nga romantik, po që gënjen. Jo, s'kam qenë asnjëherë me një mashkull që është romantik. E vërtet, po ke qenë me ata që gënjen. Sa se, po. Më fal. Dhe ti thua që unë s'kam dështuar një jetë. Kam dështuar të get it out. Po, kam nevojë për një mashkull romantik, njerëz. Po. Duhet përjetoj dhe unë, nuk duhet vdes ignorante, duhet përjetoj se si është të marrë surpriza dhe të ndihesh e vlerësuar Po. dhe të ndihesh si një femër e vërtetë, e kupton? Se deri tani jam ndjer gjysmë mashkull. Dhe prandaj ke menduar për gocën tënde perfekte në ato Po. momente. Po. Kam frikë. Oh, pse është roman? Do zgjidhje një marrëdhënie ku partnerit nuk intereson gati fare për asgjë, nuk mërzitet asnjëherë dhe nuk i duket asgjë big deal, apo një marrëdhënie ku partneri i bën overthink çdo gjëje dhe fut hundët më shumë se ç'duhet, me pretekstin që të do shumë dhe shqetësohet shumë për ty. E para se jam unë. Po to the jam unë. point që like ti do thoja a interesohet ky apo jo? Jo, prapë e para, nuk e përballoj dot the overthinking, njerëzit që futen në punët e mia ose që janë shumë emotionally charged. Në situata që mua nuk më duken që është nevoja, e kupton? Dhe mua ajo më streson shumë, më vë shumë pressure kur personi tjetër shumë i emocionuar ose emotionally charged që është kështu, është ashtu dhe unë ndërkohë që jam qa ke, s'është okay. Nuk e përballoj dot, më mirë ti je me njërin që nuk i plas dhe unë flas me vete nga cepi dhe diskutoj me veten time që pse është serioze si muhabet, si sa të kem këtë personin që më vjen nga mrapa dhe fut hundën në punët e mia dhe e bën një situatë shumë të vogël, shumë herë më gjigante, sepse është pak më emocional se ç'duhet në opinionin tim. Kështu që të parën. Okay. Bjond apo Brun? Bjond. Brun, por Theo James. like pritse, miku fjala, brun, por një bjond që është a 10 është goxha i mirë. Domethënë do më bënte të hezitoj. Po, por një brun që është një 5 është më mirë se një bjond që mund të jetë një 7. E vërtet. Nuk e di si bën sens, po bën sens. Nuk e di, po bën sens. Nëse if you get it, you get it. If you know, you know.
Më mirë një çun i mirë që ka një rrogë mesatare apo një çun që fiton shumë por është bërnut nga sjellja? A mund mos i marrë më këto pyetjet me lekë se po dal shumë We're putting money into the equation. Jo, një çun mesatar që bën një rrogë mesatare. Nuk e përballoj unë dot sjelljen e një idiote, një katunari. M'fal, nuk them, jo, shiko, sepse njerëzit e marrin fjalën katunar dhe mendojnë që janë njerëzit nga fshati. Nuk është kjo. Janë njerëzit që kanë mentalitet idiot. Fshataresk, e kupton, ti mund t'jesh nga mesi i Tiranës dhe mund t'jesh prap katunar, nga mentaliteti që po më tregon. Këtë po them, një çunqër si Lac që është me një sjellje idiote, që është i trash dhe nuk bën dot dy lidhje me njëra tjetrën, unë nuk e përballoj dot këtë tër lekët e botës, po doj. Okej. E vras në gjumë. Me vajt nxehtë në vesh. Po. Macbethi. Një profesion që personalisht të përmbush si individ, por paguhet pak, apo një profesion që nuk të bën të ndihesh aq mirë, por paguhet shumë më shumë. Again, guys, don't put money into the equation. I'm always gonna choose money. Një profesion që s'më bën të ndihem aq mirë, por më jep lek. Sepse di çfarë, Bota rrotullohet me lekun. e di çfarë, do bëj ato hobit e mia dhe do përmbush veten time me ato E lekë. vërtet, do luaj tenis. do kaloroj. Do preferoj një mashkull shumë inteligjent por arrogant apo normal por super i sjellshëm? A është më mirë dikush i thjesht dhe i dashur apo dikush shumë perfect por që ka mendje madhësi? Një çun shumë inteligjent për arrogant. Ka një gjë tërheqëse të arroganca. E kupton? Ti e di që je i zgjuar, ti e di që je më i mirë në këtë që po bën. E kupton? Fair enough që ke arrogancë. A ke punuar ti për këtë gjë? A je i zgjuar? Okej, ke arrogancë, një i lirë. Dhe madje është tërheqëse që ti e di vlerën tënde në fund ditës. Kështu që vazhdo, go off king. Edhe unë jam dakord me ty dhe mendoj që njerëzit e vetëm që mund të shpëtojnë me sjelljen e të qenurit arrogant, domethënë që njerëzit nuk i marrin i natë. Janë njerëzit që vërtet kanë diçka shumë të mirë, domethënë janë të arritur shumë në diçka dhe janë të vetmit njerëz që po mund të jenë arrogantë dhe ti thua Me të drejtë. That's hot. Zoti ma fësana me këta Mashkull. Do zgjidhje një Peshku. mashkull brun, intelektual, inteligjent, Pse i duhet chick i fuck brun? boy apo një nerd beyond dhe që fal shumë dashuri. Do doja që ta kishte ndruar se mua pëlqejnë më shumë bjondet, po do zgjidhja brunen. Do zgjidhje një mashkull brun, intelektual, inteligjent, i chick fuck boy apo një nerd beyond dhe që fal shumë dashuri. Nerd beyond, nerd. E ti, I love a nerd, po edhe këtë tjetër është intelektual. Po është fuck boy. Okej. Ndoshta edhe unë jam fuckboy. Ti nuk e ke përjetuar ndonjëherë traumën e një E fuck vërtet, boy e apo jo. You can tell. Unë jam the fuckboy, ky është problemi. Po, sa ndër është një fuck boy, kancelojeni. Okej, ndoshta do zgjidhja nerdin, do flisja për anime me nerdin. Po fal shumë dashuri. That's not bad. Right. Okej, do zgjidhja bjondin. Okej, e manipulova Sandrën që të bëj Po. zgjedhjen e dur. Këtë bëj unë me Sandrën. Kjo është puna ime si motër. Një tip shumë soft emocional apo down to earth rational? Down to earth, rational. racional, britsjap mundësisht. Ha më bull. Soft edhe emotional. Mi që është emotional, është edhe soft. Po Tani ky shkreti merret në përkëm në përbot. Po, vërtet. Sorry. Vetëm po t'ishte shumë hot. Po t'ishte shumë hot. Po sigurisht ishte Theo James, soft Sigurisht edhe ishte Theo- emotional. Theo James. Theo James do gjithmonë zgjedhja ime. Domethënë mos më jepni fare opsioni tjetër. Ah, okej, në rregull. I don't care. Do zgjidhje dikë që do, por ai nuk të do ty, apo dikë që të do, por ti nuk e do njësoj. Dikë që më do mua. Po, Çdo person që më jemi- do po. mua, unë do ta dua shumë. Sa idiotish. Sepse ti je një njeri me vlera dhe një njeri që di të Di të zgjedhë në këtë zgjedhësh, jetë. po. Ti më do mua, kjo është mjaftueshëm që unë të dua ty. Jo, ndjesia që ti duash një person dhe mos tjetër reciproke dhe mos e japim mbrapsht. Never felt that. Shumë. Asun. Asun. Okej. Ti s'po flasim, po imagjinojmë. Okej. Mere. Fuck you.
Një profesion Një profesion që për personalisht të përmbush si individ për paguhet pak, e lexuam një këtë. bëm një gjë pyetje. Më mirë një çun smarter që ka plan për të ardhmen apo çun me lek por komplet budalla, por që you could settle down anytime. Një të pyetje bëni. Se keni bërë ju këto pyetje. Po, what do you mean me budalla? Budallan sjellje, por you could settle down anytime. Një çun smart që ka plan për të ardhmen. Po, pa i Planet plani do mund mbeten mos jetë i plane. suksesshëm, po. Planet shumë shpesh. Ai ngelen plani mund mbeten ngelin plan. sirtar. Po. Think about it. Do zgjedha të budallaj, mund ta manipuloj. Mund ta manipuloj. Sandra po del pa psikopate në këtë podcast. Jo, E di pse jo, t'ju them diçka, Sandra ka parë Tell Me Lies. Po, Dhe unë Sandra kam është parë shumë e Tell Me ndikuar nga Lies, personaliteti i Steven DeMarco. Unë jam Steven DeMarco. Është shumë e Doar ndikuar. vet. Po them ka një 2 javë ka ndryshuar personalitet, është kthyer në një kështu. Manipuluese për krye. Po, është kështu e ftohtë. Nuk më intereson për asnjërin, për askënd. Yeah. Manipulimi on top. Okej. Kurse ti e Diana aty. Do zgjidhje që pas një aksidenti me pasoja fatale më mirë të vdisja apo të jetoje me probleme dhe aftësi të kufizuara? Më mirë të vdisja. Më mirë të vdisja. Unë si një njeri që jam i fiksuar me kontrollin, për mua ajo do ishte ferr që t'jetoja në një gjendje të kufizuar fizike. Unë mendoj që jam një person i dobët. Edhe unë nuk do ta përballoja dot. Ka njerëz që e përballojnë dhe i pull through. Unë nuk kam një prej tyre. Kam shumë të lehtë heq dorë. Do hiqja dorë. O, Romane, gjithmonë Nëse do të dije se do përjetoje dashurinë më të madhe të jetës, por që mbyllej pas 10 vitesh, do zgjidhje të ishte kjo apo një dashuri të përjetshme, por kur ajo dashuria perfekte që po thoja 10 vjeçare. Po ti nga ta dish se ajo do mbyllet pas 10 vitesh. Haha, qa shpik dhe unë, po përpiqem të mendoj. Do me thënë, do zgjidhje që të përjetoje dashurinë më të madhe ndonjëherë, por do zgjaste vetëm 10 vite, apo do zgjidhje të hiqe dorë nga kjo dhe të përjetoje dashuri normale që mund ta kishte të përjetshme, por nuk do ishte aq me fishek zjarre. Do zgjidhja të 10 vite. Vërtet, po si do jetoje, pastaj si do kopje pas Nuk e di, do jetoja në nostalgji me kujtimet, do m'jepnin energji që të vazhdoja. Nuk e di fakti që është si opsion, që unë jam e vetëdijshme që po humbas një dashuri që është 1 në 1 milion. Jeta ime është e përkohshme, e kupton më mirë të vdes me ato kujtime të një dashurie që është ndoshta si nëpër film, e kupton? Po. Nuk e di, do doja më mirë atë 10 vite dhe të ishin 10 vitet më të bukura të jetës sime. E 10 vite nuk janë pak, ë? Nuk janë pak 10 vite. Është një dekadë e tërë. Nice. So it's okay. Mendoj që se Maru. kjo ishte e fundit. Ua 10 vite dashuruar. Dhe kam një pyetje për ty, Sandra, të fundit. O jo. Më mirë një fund me Dhimbje dhimbje apo një dhimbje pa fund. Ka veçimi. Nuk e qimi. Nuk e shqimi. Ka ve miti. Nisë. U qyqare. Okej, jo njerëz, kaq ishte podcasti për sot. Kishim programuar shumë gjëra tjera për të thënë ne, po me kaq po e lëm se mjafton. Po. Do shihemi në një podcast tjetër, do ju sjell dhe njerëz të tjerë në vijim. Se ndoshta unë nuk ju mjaftoj. Sandra ju mjafton dhe ju tepron, por që për pak diversitet. Edhe më shkruani. Se nuk mjaftojnë personalitetet e mia. Këtë javë kishim Steven DeMarco. Po. Javën tjetër nuk e dim çfarë seriali do shohim zonja. Jeremiah Fisher. Oh my god, jo, vetëm atë mos e thuaj. A mund të them një histori dhe ta mbyllim historinë? Isha me Xhesin në plazh dhe po diskutonim që kush nga ne ishte Konradi dhe kush nga ne ishte Jeremiah. Se ky është një diskutim shumë i logjikshëm që mund bëjnë dy motra, e kupton? E tha Xhesi, që unë jam Konradi dhe ti e Jeremiah, si edhe motra më e vogël, e kupton? Edhe je kështu, si tipi këti. Dhe unë ishte duke notuar aty se ndalova. Dhe kuptova me vetin timi që unë jam Jeremiah. Edhe nuk po ndihesha mirë, ndihesha shumë keq, edhe i thash Xhesi nuk ndihem mirë. Wow, unë jam Jeremiah. Dhe
tani mua ky mendim më përndjek i të hansmi që unë jam Jeremaja dhe jo Konradi. Po mirë, okay, unë jam Damon i Tijes të Fusti. Po, bravo, unë jam Mjaftohu me këtë. Mjaftohu me këtë. Po jo Jeremaja, bro. Po ti e fix Jeremaja. Nice, I won't get into that. Ju puqim edhe shihemi në një podcast tjetër. Bye! Oh, shpatula. Ma që mos t'jetë gjiruar. I'll fucking kill you.